Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin huwa afdalun nasi ajma'in. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم. Falëndrimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut fuqiplot, krijuesin e gjithësisë, mëshiruesin e mëshirbërësin, sunduesin e kësaj dhe botës tjetër. I drejtohemi me lutjet tona vetëm Tij të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavate e selame qofshin mbi Muhammed Mustafan, mbi familjen e tij të pastër të ndershme dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e Allahut dhe traditën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra, në fillim u përshëndesem me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja, mëshira, begatit, mirësit e Allahu Gjelle Gjelaluhu qofshin mbi ju. Allahu Dhul Gjelal me zbritjen e Kuranit azimushan, me të cilën Allahu Dhul Gjelal na ka dhënë një program hinor, mbi këtë program, mbi të cilën besimtari e gjen vetveten, e gjen vetveten aty ku duhet, dhe në bazë të këtij programi ai jeton dhe vepron, duke punuar për këtë botë, por mos me harua dhe botën tjetër. Allahu Dhul Gjelal në kaptinën Mu'minun, në kaptinën e besimtarëve, në ajetin 115 na bën me dije dhe na thot Bismillahirrahmanirrahim. Efahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. A menduat se ne ju krijuam kot dhe se nuk do të ktheheni tek ne. Në hijen e këtij ajeti të kaptinës Mu'minun, Allahu Dhul Gjelal na bën me dije dhe na mëson se jeta e njeriut ka kuptim dhe ka qëllim. Edhe këtë na dëshmon edhe në surën El-Bekare, kur Allahu Dhul Gjelal vendosi ta krijojë njeriun e parë dhe pejgamberin e parë Ademin alayhis salam, dhe këtë u bëri me dije dhe melekëve, ku vetë Allahu Dhul Gjelal e përmendet në surën El-Bekare dhe thot Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Thot o melekët e mi, kur Allahu Dhul Gjelal u tha o melekët e mi, unë po krijoj një mëkëmbës në tokë. Dhe prej këtu besimtarët dhe besimtarët e kuptojnë programin hinor që Allahu Dhul Gjelal me këtë ajet dhe me disa ajete tjera që flet në Kur'an na bën me dije që jeta e njeriut në këtë botë ka qëllime fisnike, ka qëllime të larta, dhe njeriu përmes ajeteve të Kur'anit dhe mësimeve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam çdo ditë e më shumë e rregullon vetveten e tij dhe e gjen vetveten e tij në ajetet e Kur'anit. Gjithashtu muaji Ramazanit është një muaj për të cilën Allahu Dhul Gjelal thot në këtë muaj e zbrita Kur'anin. Dhe ky muaj na mundëson dhe reflekton në vetvete mirësi shumë të mëdha dhe vlera shumë të mëdha që sjell dhe begati të mëdha që sjell në vetvete ky muaj. Dhe mund besimtarët prej këtu fillojnë ta realizojnë atë programin hinor që Allahu Dhul Gjelal u ka dhënë atyre. Gjithashtu, njerëzit në botë nuk janë të njëjtë, por janë të ndryshëm, dhe ambicjet e besimtarëve nuk janë gjithë të njëjta. Dikush sinon që përmes kësaj bote të fitoj edhe botën tjetër. Dikush sinon që përmes kësaj bote të fitoj famë, të fitoj lumturi, por duke harruar botën tjetër. Dikush mundohet që të punon në këtë botë, por mos me e lënë anash edhe botën tjetër. Këtë më së miri na bën me dije Allahu Dhul Gjelal dhe përmendet në Kur'an një herë është edhe lutje, të cilën besimtarët dhe besimtarët çdo herë e lexojnë në namaz, dhe kjo është një lutje madhështore. Çka thot Allahu Dhul Gjelal për këtë? Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Në çdo herë lutemi Allahu Dhul Gjelal, o Zoti jon, o krijuesi jon, na jep të mira në këtë botë dhe na jep të mira në botën tjetër, wa qina adhaban nar, dhe na mbroj nga zjarri I xhehenemit. Kia ajet dhe kjo lutje madhështore na bën bedije se njeriu përmes kësaj dhe disa lutjeve tjera
arrin qëllimet e larta në këtë botë, arrin qëllime fisnike në këtë botë dhe ambicia e tij nuk shuhet kur, sepse ai ka mendime të mëdha dhe ka aspirata të mëdha dhe vizion të madh, duke arritur që përmes ibadeteve që i bën në këtë botë, duke madhëruar Allahun, duke fal namaz, duke agjeruar Ramazan, duke lexuar Kur'an dhe lloj-lloj ibadetesh të ndryshme, ai me këtë arrin kënaqësinë e Allahut dhul xhelal, për të cilën Allahu dhul xhelal ka garantuar mirësi të mëdha në këtë dhe në botën tjetër, dhe në fund mbaron Allahu ajetin kuranor apo luqen duke thonë wakina adhabenar, o Zot na mbroj nga zjarri i xhehenemit. Dëshira e fortë e besimtarit është sinim, këmbgulës për të arritur kënaqësinë e Allahut dhul xhelal, sepse Allahu dhul xhelal thot inma yatakabbal Allahu minal muhsinin. Me të vërtet Allahu pranon, bën kabull nga ato të cilët janë të devotshëm, janë të mirë. Edhe një herë muaji Ramazanit, agjerimi i Ramazanit e ka këtë qëllim fisnik që Allahu dhul xhelal shprehet në fund të ajetit duke thonë la'allakum tattaqun, që ju të arrini devotshmërinë. Qëllimet e larta të nderuar vëllezër dhe motra janë vetëm në shërbim të Allahut dhul xhelal dhe duke arritur devotshmërinë e Allahut dhul xhelal. Ambicia e lartë do të thonë që shpirti mos të ndalet kur për të arritur atë që Allahu dhul xhelal ja ka garantuar, ja ka dhënë, dhe ky shpirti i lartë meriton sinimet e larta në këtë dhe në botën tjetër. Dhe për fund lutim Allahun dhul xhelal që çdo besimtar dhe besimtare ta kaloj me lehtësim muajin e agjerimit, muajin e Ramazanit, me lutje të pranuara, me agjerim të pranuara dhe me gjitha ibadetet që i bëjmë për hir të Allahut dhul xhelal, të jetë i kënaqur Allahu dhul xhelal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, lillahi al-Fatiha.